Pardon my French. Vazhdoj me social top 5-in edhe Shpejt se nuk kemi minuta. Komentin i bukur është një foto e Rinës dhe Sin Boy që ka dalë këtu dhe thotë çmendim keni për çiftin dhe dikush komenton sa të lumtur duken, ai sa dhe kutinë e bojës të flokëve ndajnë bashkë. Fotoja është i kanë të dy flokë të kuqe. Në vend të katërt, agjencia turistike 2 veta në dhomë. Kjo thot për person në dhomë, për 2 vetë që shi bie që kjo s'po kuptoj. Thot ky komentuesi. Afro çifti mikrofoni. Kjo do të thotë se ky çmim është për person, kur në dhomë janë 2 persona dhe ky vazhdon. Kush janë ato 2 persona në dhomë? Ose 3. Nëse Ti dhe ai personi tjetër. Është një post në Facebook që thotë 70 fat ti që i pëlqen. Dhe komenti është një zog në foto. Po, dhe thotë e kam pëlqyer me 2 akante që të marr 14 vite fat. O zoti i madh. Në vend të dytë çmimi i apartamentit. Pyet dikush për një apartament sa është çmimi dhe i thotë 350.000 euro metri katror. Dhe ky thotë heke nanën për çmimin. Se ja ishte nanën muhabetit. Dhe në vend të parë, 80% e femrave përdorin vibrator për të arritur një orgazm nëpërmjet simulimit të klitorit. Sa duket. Mos jo me detajet ndoja, ha? Se ëh? Është lajmi, po? Ai 20% që ngel na intereson neve. Ky ishte komenti, domethënë. Ja dhe social top 5 u prezantua në Pardon My French, kështu që e mbyllim këtu. Pardon my French.